Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse vuani nga artriti, mos t'i fusni në gojë këto ushqime. Artriti reumatoid është një sëmundje e rëndë inflamatore e karakterizuar nga dobëstimi i nyjeve dhe indeve lidhore të kockave, e cila prek gati 1% të popullsisë. Mundet të shfaqet në çdo moshë, edhe pse të dhënat të ndryshme kanë treguar se target grupi më i rrezikuar i përket moshës 20 deri në 50 vjeç. Një fakt interesant është që femrat rrezikojnë 3 herë më shumë se sa meshkujt të shfaqin artritë reumatoid. Kjo sëmundje e rëndë autoimune shkakton deformim të dukshëm të kockave, ndjenjën e vazhdueshme të ngurtësisë dhe gjithashtu kufizon edhe aftësinë për të lëvizur. Prandaj në këtë video ne sot do t'ju flasim për ushqimet të cilat ju nuk duhet i konsumoni në rast se vuani nga artriti. Buka e bardhë. Studimet e fundit kanë provuar se karbohidratet e përpunuara të cilat gjenden tek buka e bardhë ndikojnë në formimin e AGS, të njohura ndryshe si kompozime të avancuara të glikacionit. Si përpasojë, këta përbërës gjithashtu ndikojnë edhe në rritjen e inflamacionit në trup dhe njëkohësisht edhe në përkeqësimin e artritit. Gjithashtu duhet të dini se edhe yndyra trans ose të prodhuara artificialisht, kur për shembull blini vaj, përveç çmimit, ju duhet që t'i kushtoni një rëndësi të veçantë edhe etiketës së tij. Prandaj, për këtë arsye duhet të jeni të kujdesshëm që të zgjidhni gjithmonë produktet më të mira në treg. Nga ana tjetër, duhet të keni parasysh që duhet të shmangni vajrat ku shënohet pjesërisht të hidrogenizuar, duhet me patjetër të shmangen sepse në përmbajtjen e tyre ata përmbajnë yndyra tepër të dëmshme dhe të pangorpura të cilat shpërbëjnë strukturën e vitaminës C në trupin ton. Dhe gjithashtu kujtojmë se kjo e fundit është një proteinë natyrale e sekretuar pikërisht nga organi jon i quajtur mëlçia dhe e sekretuar në përgjigje të inflamacionit, siç është artriti ose çdo lloj infeksioni tjetër në trup. Vaj i sojës dhe vaj vegetal. Vajrat vegetal janë njëkohësisht të pasur me acide yndyrore omega 3, ndërsa acidet omega 6 janë të nevojshme për rritjen dhe zhvillimin normal të një njeriu, por dieta standarde perëndimore priret gjithashtu që të jetë shumë herë më e lartë në to dhe konsumi i tyre mundet që të shkaktojë prodhimin e kimikateve pro-inflamator. Një studim i vitit 2012 i botuar në Revistën e Nutricionistëve dhe Metabolizmit zbuloi se një raport më i lartë i acideve yndyrore omega 3 me omega 6 lidhet me rrezikun në zhvillim të sëmundjeve kronike inflamatore, duke përfshirë artritin. Produktet e përpunuara. Produktet e përpunuara kanë në përmbajtjen e tyre përbërës pro-inflamator, karbohidrate ose sheqerna të përpunuara, yndyrna artificiale dhe vajra bimor që ndikojnë në përkeqësimin e sëmundjeve inflamatore, siç mundet të jetë edhe artriti. Artriti është një sëmundje inflamatore e cila prek kyçet tuaja dhe kjo sëmundje shkakton shumë dhimbje për pacientin. Deri më tani në mjeksi janë regjistruar plot 200 lloje të artritit. Dhe artriti ndodh zakonisht tek njerëzit të cilët janë në një moshë të caktuar. Zakonisht artriti prek në moshë të mesme dhe më pas ai shpërthen pas moshës 50 vjeçare. Prandaj ju duhet të tregoheni gjithnjë të kujdesshëm. Çfarë shkakton artritin?
Artriti është një sëmundje e cila nuk ka një shkaktar të vetëm. Ai mundet të shfaqet si pasojë e një lëndimi të indeve, moshës, çrregullimeve imunitare apo edhe infeksionit. Mirëpo, si trajtohet kjo sëmundje? Kompanitë farmaceutike kanë prodhuar me qindra ilaçe kundër dhimbjeve të artritit, mirëpo sigurisht që këto ilaçe kanë edhe efektet e tyre anësore në shëndetin tonë. Prandaj ne këtu do t'ju tregojmë disa ushqime ose produkte të cilat janë krejtësisht natyrale dhe që do t'ju ndihmojnë ju të trajtoni dhe ta kuroni këtë sëmundje. Xhenxhefili. Xhenxhefili është një zhardhok i shkëlqyer edhe me shumë vlera për shëndetin. Përbërësit e tij arrin që të luftojnë inflamacionin ton në organizëm dhe pikërisht duke i pirë atë si çaj, xhenxhefili do të forcojë sistemin tuaj imunitar dhe do të paksojë inflamacionin. Pacientët të cilët vuajnë nga artriti duhet të pinë të paktën 1 filxhan me çaj në ditë. Në një gotë ujë zgjeni 2 cm xhenxhefil të prerë po ashtu në feta. Çajin ju mundet gjithashtu që ta përzjeni edhe me limon dhe mente për një shije më të plotë. Shafran i Indis. Shafrani i Indis është pikërisht një nga ato erëza që krahasohet me një ilaç mrekulli bërës. Ai gjithashtu përmban shumë antioksidantë të cilët parandalojnë radikalet e lira që të dëmtojnë qelizat. Shafrani po ashtu është i shkëlqyer edhe për të forcuar sistemin imunitar. Shafranin e Indis ju do ta gjeni në markete apo edhe në farmaci. Aloe vera. Tradicionalisht jemi mësuar që ta përdorim këtë bimë për shëndetin e lëkurës, por me sa duket gjelin e aloe verës ju tashmë mundet që ta përdorni edhe për të lyer kyçe dhe për të përjetuar një lehtësim. Gjithashtu, ju mundet që të përdorni dhe recetën e cila përmban xhenxhefil, vaj ulliri, uthull molle dhe specë djegës. Kjo pastë pakson inflamacionin dhe gjithashtu zbutë dhimbjen. Kjo pastë nga ana tjetër bëhet duke i përzierë të gjithë këta përbërës dhe ata do të luftojnë inflamacionin dhe gjithashtu dhimbjet e shkaktuara nga kjo sëmundje, e cila në shumicën e rasteve i lë pacientët e saj në agoni dhe në vuajtje. Në vazhdim të kësaj video ju do të mësoni se kjo recetë është mjaft e lehtë për të përgatitur, prandaj pse mos të fillojmë direkt me përgatitjen e saj. Përbërësit që do t'ju duhen janë 2 lugë gjelle me specë djegës pluhur, 1 gotë me uthull molle ose gjysmë gote me vaj ulliri. Ju mundet që të zgjidhni një prej këtyre produkteve pasi secili prej tyre ka një veprim të ngjashëm me tjetrin. Ju duhet dhe një copë e vogël xhenxhefil të grirë holl. Përzjeni uthullën ose vajin me specin djegës dhe xhenxhefilin e grirë. Më pas përzjeni mirë derisa të formohet një pastë e mirëfillt. Vendoseni atë në zonën e dhimbjes 2 herë në ditë dhe mbajini aty që të veprojë për të paktën 20 minuta. Më pas shpëlajini zonën dhe thajini me një peshqir. Pjesën e mbetur dhe të përgatitur të kësaj përzierje ne ju sugjerojmë që ta ruani në frigorifer, por përpara çdo aplikimi përzjeni edhe një herë. Ne ju rekomandojmë që dhimbjet e kyçeve dhe të gjurit kurrë nuk duhen neglizhuar, prandaj në qoftë se gjendja juaj është kronike dhe vazhdon të keni dhimbje, e mira është që të shkoni tek mjeku juaj. Duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre produkteve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona
që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.